Ja ku jemi sërish bashkë të flasim në fakt për atë që ka po ndodh me menaxhimin e situatës në të gjithë vendin për shkak të motit të keq, se duket se ky vit ka nisur më i vështirë, le të themi, në një ndryshim të befë temperaturash, nisje të rreshjeve të shiut, të rreshjeve të dëborës, sikundër ju e keni ndjekur edhe për gjatë fleshit informativ gjatë kohës që ne ishim në këndin e gatimit, ka ndal nga shtrati disa lumenj, në Elbasan, edhe në disa zona të tjera siç ishte Labinot Fush. Por çfarë po ndodh me menaxhimin e gjithë kësaj situate? Gjithmonë kemi një lloj tradite të tillë të dimrave të ashpër dhe të përmbytjeve, të bllokimit të rrugëve, të mbylljes së shkollave, të mos furnizimit të familjeve apo të evakuimit të familjeve, të cilat janë bllokuar nga rreshtet e borës. Sapo ka nisur dimri, sapo ka nisur ky janari me këto kushte të tilla moti, un jam në studio me drejtorin e përgjithshëm të emergjencave civile, zotin Shepsi Prençi, për të na shpjeguar se si është situata dhe si po menaxhohet ajo pikërisht nga strukturat përkatëse. Ju falenderoj shumë që erdhët. Mirëmëngjes. Për kohën tuaj, sepse di që jeni shumë i zënë dhe jeni për të nisur në rrugë në momentet që pasi të përfundojmë emisionin. Një situatë e përgjithshme e menaxhimit tuaj? Në fakt, situata emergjente pothuajse është paralajmëruar që ditët e fundit të muajit dhjetor të vitit shkuar, në një takim të Komitetit të Ministrave për Emergjencat Civile të mbajtur me datë 29 nga zëvendës kryeministri, ku ishte njoftuar gjithë situata meteorologjike që pritej deri në datën 6 janar të vitit 2016. Ishte përgatitur një material i hollësishëm i cili u dërgua në gjithë institucioneve shtetërore, prefekturave dhe bashkive, por kjo për të rritur gatishmërinë e kapaciteteve njerëzore dhe teknike të çdo institucioni, por jo për ta alarmuar dhe për ta kthyer në panik në opinionin publik. Normalisht duhet jemi të ndërgjegjshëm që Shqipëria e njeh këtë lloj situate. Normalisht që të bjerë shi dhe të bjerë dëbor është krejt normale, sepse pa shi dhe pa dëbor nuk ka jetë. Këtë e dinë edhe qytetarët që banojnë në zonat veriore dhe verilindore të Shqipërisë, apo juglindore të Shqipërisë, apo jug perëndimore. U gjetët pak të papritur, apo ishit parapërgatitur, le të themi, për këto kushte? Ishim të parapërgatitur dhe të gjitha strukturat shtetërore dhe lokale e pritën këtë situatë dhe nuk ka patur për asnjë moment asnjë segment rrugë të bllokuar nga dëbora. Dhe të gjithë kapacitetet teknike të kompanive që kanë detyrimet për mediat kanë folur ndryshe, në fakt ka patur rrugë të bllokuara, mos qarkullim, sidomos në veri të vendit, bllokime, mbyllje të shkollave. Jo. E para një shkollat kanë qenë me pushim dhe nuk mund të pranohet. Që paralajmërohet për Jo. këtyre ditëve. Aktualisht që po flasim në sot kanë filluar të gjitha shkollat? Absolutisht nuk ka asnjë segment rrugor të bllokuar nga dëbora. Ka patur prezencë dëbore në segmentet e rrugës duke filluar nga zona e Rapshit në Shkodër, drejtim Vermoshit, nga Bog Qafthore Theth, në zonën e Malit të Shoshit, ka patur rrugë prezencë dëbore 20 deri në 30 cm nga Fusharës, Qafmalit, Dardh, Firs, në zonën Qafmalit Shëmëri Kalimash, ka patur në segmentin e Hasit që të lidh Qafprush Gjakov, ka patur në segmentin Bajram Curri, Cërnic, Qafmorin që të lidh me territorin e Kosovës, ka patur nga Bajram Curri drejtim Valbonës, ka patur dje rreshje dëbore dhe shiu që më pas u kthy në akull për shkak temperaturave të ulta nga tuneli Kalimash deri në Morin. Ka patur segmenti rrugor Kukës që të lidh me zonën e Shishtavecit, Kukës pjesa që lidh me Kalan e Dodës dhe me Dibrën, Dibër që lidh me Librazhdin nga territori i Stebleves, ka patur prezencë dëbore nga Korça në drejtim të Dardhës dhe në drejtim të Qafqarrit dhe Tersekës, por të niveleve nga 5, 10, 12 deri në 30 cm në zonat më veriore të Shqipërisë, siç ka qenë. Ky nivel është shumë problematik? Ka qenë gjithë kapacitetet e firmave kontraktuare në punë dhe atje ku nuk ka patur për shkak të moslidhjes kontratave janë autorizuar kompanitë e tjera të punojnë. Ju është dërguar që me datën 29 gjithë makineritë e emergjencave civile në përforcim të prefekturave, sidomos të Shkodrës, Pukës, të Kukësit dhe të Dibrës, po kështu dhe në Korçë,
Çka do të thotë që të gjithë kanë qenë të angazhuar për ta menaxhuar këtë situatë emergjente të pritshme që ishte nga data 31 deri në datën 6. Madje edhe deri ditën e shtunë, që deri datën 11-12 që do të vazhdojë intensiteti i rreshjeve të shiut të dëborës. Cilat janë zonat më problematike, zoti Prengji? Që kanë një më tepër vështirësi. Për shkak të fluksit të lëvizjeve dhe për të menjanuar aksidentet automobilistike, segmenti që kërkon vëmendje është rruga e Kombit, nga Kalimashi deri në Morin, sepse është edhe zona ku sapo bjerë dëbora për shkak të erës që frin erës të ftohtë, kthehet në akull dhe normalisht është e pakontrollueshme nga mjetët. Se për shkak të rrugës mirë, përdoruesit e rrugës e lëvizin edhe me shpejtësi. Për shkak të veprimtarisë dhe të aktiviteteve turistike është problematike rruga për në darë të Korçës dhe intensitetit lëvizjes, sepse ka të bëjë me intensitetin. Edhe periudha e festave. Pikërisht për këto, për aktivitetet turistike dhe të festave. Po kështu problem ka qenë rruga e Qafsmalit, nga fusharës Qafsmalit, Dardh dhe Fiers. Problematike më shumë që ka qenë dje ka qenë sepse nuk kishte edhe firmë të kontraktuar nga autoriteti kombëtar i rrugëve, ishte has qafprush për të cilën unë ndërhyj me mjetët të një kompanie të kontraktuar në kushtet e emergjencës dhe të mjetëve të emergjencave civile. Por nuk mund të themi që mos ta kthejmë në panik, nuk mund të themi që është hataja, apo janë bllokuar rrugë, sepse nuk... Ama pritet një përkeqësim i kushteve të motit. Ndoshta mund të keni... Nga raporti i shërbimit meteorologjik shqiptar, ka intensitet rreshjesh nga 30 deri në 40 deri në 60 mm shi në 24 orë që nuk përbën problem. E kisha fjalën çka do të donte më tepër firmat opinioni publik duhet informuar që të reagojë për të mbrojtur dhe për të mos ndërmarrë veprimtari dhe aventura, që normalisht në një situatë të tillë ata që e kanë pasion në sportin e skive mund të shkojnë, po dinë të mbrohen, po jo çdo kush mund të lëvizë drejtim dëborës kur nuk është i mësuar me dëborën. Por nuk përbën rrezik me pak kujdes, me shumë pak kujdes, dhe duke respektuar të gjitha normat e përdorimit të rrugës në kushtet e dëborës dhe takullit nga përdoruesit e automjeteve, nga gujtuesit e automjeteve, përdorimi i zinxhirëve, në cilat rrugë është më e rekomandueshme? Respektimi, po rruga e Kombit është tërësisht e kalueshme pa zinxhir, sepse nuk ka, është në asfalt. Është shkrirë, është përdorur kryp masivisht. Edhe pardje dhe dje, dhe në datën 3 dhe në datën 4. Në disa segmente rrugore ku nuk kam përdorur kryp, si rruga e Qafsmalit, Dardh, Fiers dhe Qafmalit, Shëmri, Kalimash, dhe normalisht duhen përdorur zinxhirët, sidomos pas orës 12 të natës, 24:00, sepse kthehet edhe ngricat. Situata më e vështirë paraqitet tek ato rrugë që nuk kanë dëbor, por kanë lagështirë e cila kthehet në akull dhe ajo duket sikur rrugë e pasur, por ka sipërfaqe akulli. Duhet të bësh shumë kujdes me normat e shpejtësisë lëvizjes dhe duhen përdorur zinxhirët. E kuptoj. Kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo duhet vlerësuar dhe ne kemi kërkuar së bashku me autoritetin rrugor dhe shërbimet e qarkullimit rrugor që në këto segmente rrugore që nuk ka dëbor, sepse dëbora krijon karanxhat dhe në një farë mënyrë makinën e bllokon që të mos dalë nga rruga. Mund bllokohet rruga, po nuk rrezikohet aksidenti. Por në ato segmente që ka akull në sipërfaqe të rrugës, kompanitë kontraktore duhet me patjetër të përdorin kryp. Ta spërkasin me kryp dhe skorje apo granile në mënyrë që të minimizojmë sado pak, mirë është në maksimum çdo aksident. Pastaj aksidentet, ne siç e shikojmë aksidentin që ndodhi mbrëm, po grades nuk ishte të bënte me kushtet e motit. Kishte të bënte drejt për drejt me shkeljen e normave të shpejtësisë. Ishte një aksident që është i pafalshëm për përdoruesin e rrugës që të përdori atë lloj shpejtësie në këto kushte të motit. Megjithatë në momentet në kushtet që po flasim dhe momentet që po flasim, nuk ka asnjë rrugë të bllokuar në vend? Unë jap me garanci të plot që nuk ka asnjë segment rrugor nacional dhe komunar që lidh qendrat e komunave dhe fshatave që të jetë i bllokuar. Me ndihmën e fleshit që ndjekim në News 24, vetëm pak minuta më parë u raportua nga kolegët, sigurisht nga kolegët tanë në rrethe,
për përmbytje në Elbasan, lumi del nga shtrati në Labinot Fush, ku ka përmbytje masive, nuk e di e keni këtë informacion apo jo, sa po keni marrë? Nuk ka patur përmbytje, ka patur dëmtim të arginaturës në zonën e lumi Zaranikës, në Xhibrak. Është evakuar një familje në Labinot Fush nga rreziku i vërshimit të lumit të Murrashit dhe daljes nga shtrati, sepse e ka shtëpinë shumë afër projt, është evakuar nga struktura, një familje, por nuk përbën rrezik dhe nuk ka rrezik, dhe tani që po flasim në nivelet e prurit të lumit të Zaranikës, kanë rënë më shumë se 40% dhe domethënë është larguar rreziku. Ka patur tendencën rreth orës 01:00 të mesnatës për të dalë nga shtrati lumi i Tiranës në zonën e Babrujt, edhe Zaranika në vendin ku ne po diskutojmë në Xhibrak, që është dëmtuar, është dëmtuar arginatura dhe kanë dalur përrejnë nga shtrati, por në segmentet që nuk kanë përbërë rrezik për jetën njerëzore apo përmbytje. Çka do të thotë që me problemin e përmbytjeve nuk kemi, për momentin nuk ka. Për momentin nuk ka probleme. Edhe në Gram Sult është problem nga moti keq për përmbytje flitet, dhe në Fier përmbytje të tokave bujqësore për shkak të rreshjeve. Por me sa dim ne, shiko, mos të ngabojmë, në Fier janë për shkak të intensitetit të rreshjeve në tokat bujqësore, po jo se kanë dalë lumen nga shtrati, të kuptomi. Sepse është investuar gogjatë gjatë këtij viti për parandalimin e përmbytjeve në zonën e Fierit, në zonën e Vlorës, në zonën e Gjirokastës, në zonën e Beratit, në zonën e Korçës, kryesisht aty ku ka patur në muajin shkurt vërshime dhe daljet lumeve nga shtrati. Është investuar në projekt të Bashkimit Evropian rreth 6 milion euro dhe normalisht është përmirësuar ndjeshëm situata e parandalimit të daljes lumeve nga shtrati. Por ka vend akoma për të investuar dhe për të kontribuar në rregullimin e argjinaturave dhe të që do të ndihmonte edhe për një menaxhim më të mirë. Megjithatë jemi vetëm në fillim të dimrit, në nisje, janë vetëm pak ditë dhe rreshjet janë intensive, flitet që do të ketë më tepër rreshje bore dhe shiu, sepse sapo ka filluar. Keni kapacitetet, jeni të gatshëm për ta përballuar atë çka mund të sjellë moti, asnjë nuk i dihet natyrës. Pari në kushtet e përcaktimit të stinëve, ne tashmë jemi në mes dimrit, jo në fillim dimrit. Po, tamam, dimri tani ka filluar me përmbytje. Që është i dimrit, muaj i parë i dimrit, dhe kaloj me thatësira dhe kaloj me temperaturat disi të ulta në zonat veriore dhe me ngrica, por që nuk ka shkaktuar probleme. Normalisht, në këndvështrimin tim gjithmonë, personal, por dhe në të detyrës që kryej, unë do të ndjeja të domosdoshme që të bjerë të borë, ma djetë bjerë dhe shumë, sepse nuk është problem që do të blokohen disa segmente rrugore në veri të Shqipërisë, apo në juglindje të Shqipërisë, në zonat malore. Depozitat e të borës janë jetike për njerëzimin. Nuk duhet ta kthejmë në panik për qytetarët. Normalisht qytetarët që banojnë në zonat veriore e dinë që do ketë dimër. Dhe ndoshta masat janë marrin dhe masa për të siguruar. Por ne duhet të mbajmë të ndezur makineritë dhe institucionin e reagimit për të siguruar funksionimin e gjitha rrugëve, të gjitha shërbimeve që shteti i afron qytetarit. Ne duhet marrim masa për të mbajtur rrugë të hapura, të komunikueshme, për të mos u ndërprer aktiviteti i mësimit në shkolla, aktiviteti i transportit, aktiviteti i furnizimeve, të gjitha aktivitetet. Për të mbajtur një sistem nga dishmërie, normalisht ne bashkëpunojmë edhe me shërbimet e OSHE-s për furnizimin me energji elektrike dhe bëjmë raportet, nuk ka patur ndërprerje të vogla që të papërfillshme, se normalisht duhet të pranojmë situatën që jemi në Shqipëri, që do ketë edhe situatat kësaj natyre, por nuk duhet i kthejmë në tragjike. Normalisht ka vend për të përmirësuar gatishmërinë dhe reagimin e çdo institucioni, qoftë të ngrihet në nivel më të lartë sigurimi i kapaciteteve njerëzore dhe teknike të tashmë të bashkive, sepse janë bashkime të mëdha dhe i kanë mundësi. Si është bashkëpunimi me pushtetin lokal? Normalisht ne bashkëpunojmë, tashmë dëman i kemi sensibilizuar që ata du të krijojnë një rezervë të paprekshme
për ta përdorur në situatat e emergjencave. Normalisht e parashikon ligji 8756 për emergjencat civile dhe vendimet e qeverisë në zbatim të këtij ligji i detyron autoritetet e pushtetit vendor për të siguruar rezervat paprekshme, qoftë në fonde, qoftë në materiale, për t'i përdorur për situatat emergjente. Normalisht, kur ato nuk i përballojnë autoritetet qendrore të pushtetit, përfshi Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencat Civile, i mbështesim edhe me fonde edhe me makineri aq sa ne disponojmë. Normalisht në kushte tepër të acaruara të motit lidhen dhe kontrata me kompanitë që kanë kapacitete teknike dhe njerëzore për të reaguar, në mënyrë që jeta njerëzore të jetë sa më funksionale. Por, theksoj që duhet sensibilizuar opinioni që të para përgatiten dhe të mbrojnë jetën e tyre, qoftë në qarkullimin në rrugë duke respektuar normat më domosdoshme të qarkullimit. E para është respektimi i normave të shpejtësisë. Nuk ka drejtues automjeti që nuk e din që në kushtet e lagështirës duhet që normat e shpejtësisë duhet të përgjithësohen dhe aty ku ka ngrica duhet të respektohen të gjitha normat e përdorimit të mjeteve të tjera për të cilat Drejtoria e qarkullimit rrugor në Policinë e Shtetit i ka përcjellur mesazhet të herpashershme, por edukata e përdorimit rrugës nga gujtuesit është e ndryshme tek njerëz të ndryshme, madje ka edhe njerëz që kalojnë përtej asaj dhe bëjnë dhe aventura, për të cilat pastaj pasojat janë fatale dhe unë shpreh keqardhjen për të gjithë ata që nuk e mendojnë përpara se sa t'ju ndodhë dhe pastaj detyrohemi të gjithë shprehemi keqardhjen, po s'kemi çfarë bëjmë. Është e vërtetë. Jo çdo segment, çdo 100 metrash mund të kontrollohet nga policia, mund të kontrollohet nga radari, mund të kontrollohet. Çdo segment, çdo metër kontrollohet vetëm nga ndërgjegja qytetare e përdoruesit rrugës, e gujtuesit automjetit e tjerë e tjerë. E rëndësishme është që përmes strukturave tuaja të menaxhohet, të mos ketë probleme sa i takon hedhjes së kripës apo zhbllokimit, duke patur parasysh se çfarë mund të sjellë. Edhe ju mund ta keni konstatuar, domethënë në viti që domethënë këto festat fundvitit, unë jam i sigurt dhe normalisht ndihem dhe mirë, po shpreh edhe keqardhjen për ata gjitha të punonjës që nuk e kanë bërë festat në shtëpia, të policisë dhe të strukturave të qoftë edhe të kompanive private që kanë qenë pikërisht në fatdroma, në borpastruese duke pastruar rrugët dhe nuk kanë festuar vitin e ri. Normalisht edhe përdoruesit e rrugëve dhe qytetarët duhet të ndërgjegjësohen, dikush mund të thotë që për atë punë paguhen. Normalisht gjithë secili për një punë paguhet, por në festat e vitit të ri dikush e lën këtë punën për cilën paguhet dhe shkon dhe festo festën. Kurse unë po them që një pjesë e mirë e punonjësve të kompanive private, të policisë shtetit, të emergjencave civile, të ushtrisë e kanë kaluar, duke mbajtur pikërisht këtë sistem rrugësh të kalueshme. Edhe pse në fakt kushtet e motit për të thirrur të vërtetën nuk ishin kaq të vështira sa ta bëjmë tragjike dhe të Ama nuk e dim si do të jetë në vazhdimsi, kështu që ju besoj se keni marrë informacionin nga... Ne kemi marrë raportin për deri në fund të javës dhe them që situata do të jetë e monitorueshme dhe e kontrollueshme, por dhe e menaxhueshme në pikpamje operacionale. Të shpresojmë, mos kemi vështirësi edhe një menaxhim sa më të mirë. Me pak kujdes do të jetë mirë, do ta kalojmë mirë. Ju falenderoj shumë, e di që jeni për rrugë, faleminderit që erdhët në Vila 24, punë të mbar. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare për të kuptuar më pas se si do të jetë moti në ditët në vazhdim, në gjithë këtë javë që do të mbyllet. Do të na vi Lajta Porja nga Metoal, pas pak.